sot jesh përgjigj pra përfaqësuesja jonë, ftesës se zotit Dehari, time kadria nënkryetare e Aleancës ka qenë. Deri tani ju kem përgjigj çdo ftesë të kësaj natyre, besoj antarmen tim jana përfaqëson edhe është në rregull që të konsultohemi. Ndja keq që s'po ka mirëkuptim edhe nga VV, që mu gjetë një mënyrë me kalu prej kësaj situate, pra ne jemi të interesuar që të zgjidhet kryetari i kuvendit, nënkryetarët të konstituohet kuvendi. Po, a i nevojshëm me arrit një marrëveshje politike me ta qysh po thojnë për me evakuar Milena Haxhiun? Po, deri tani betejë politike nuk është zhvilluar asnjëherë për kryetarin e kuvendit edhe konstituimin e kuvendit, që dini betejë fillon me konstituimin e kuvendit për qeverinë. Qëndrimet tona, saj përket qeverisë ju i dini, jemi për qeverinë e opozitës, saj përket konstituimit kuvendit, jemi të interesuar, pra përsëris edhe njerë, ashtu si kemi qenë të interesuar që të kalohet edhe ajo blokada me votën për prezencën, ose raportin për prezencën, jemi të interesuar të kalohet edhe kjo. Nëse vetëvendosjes gjenë zgjidhje tjetër, ta shohim si do të ecim matutje, po me gjatë e mendoj që do të ishte në interes të tyre që të propozojnë ndonjë kandidatur unifikuese edhe të kalon ky bllokim. E nëse nuk të ligjë, e propozojnë të sanë? Po, tani ne jemi të interesuar që të konsultohemi si opozitë, pra si të ecim përpara, nuk është një gjendje e mirë me mbajt kështu Kosovën. Kuptohet, muj me diskutu kush e ka përgjësin, kush e ka fajnë, të gjitha faj bjen mbi atë që s'ka shumicë. Pra se ka shumicën, si ka votat, edhe nuk jep ndonjë opcion bashkëpunimi. Pra bashkëpunimi nuk është vetëm bën si të them unë, nëse ju duhen votat tona, atër duhet me bashkëpunu. Nuk e di përveç, nuk e di. Ne qëndrimin e kemi rreth saj, mbetet jo, po është një situatë jo e mirë dhe na duhet me pasim e vepru matutje. Në princip, ajo ka qenë logjika, zonja Haxhiu nuk është një kandidaturë unifikuese, vetëm aty është pra dallimi. Po logjika jonë ka qenë mos me ndalë te kryetari i kuvendit ose qëllimi ynë, po kandidatura është jo unifikuese dhe ajo po na pengon. Ju i keni propozuar dy emra, por nëse propozohet Ezam Fatmi Limaj, e voton? Nuk besoj që merr votën e Aleancës. Zotja Lavina, e po një të abordon në opozitës që më të votohet profetori i kuvendit dhe të shkohet zgjedhje. Zgjedhjet janë duke u përmend vazhdimisht, edhe a është kjo zgjidhja? Ja, kjo ideja me kurzu votën se nëse s'na votoni ju çojmë zgjedhje, edhe për me shku në zgjedhje duhet dakordimi i opozitës. Pas mu shpërba kuvendi pa votën e opozitës. Pra si ka me e dërgue dikush Kosovën në zgjedhje që ka vetëm 57 vota. Pas ka ma shumë fuqi se aq. Kjo është një farë ashtu, pra ta që e blejnë këtë blaf, e përdorin. Por unë jam interesuar, ju dini edhe për blokatën e parë, kombajt një qëndrim bukur insistus që të gjendet formula mos me undalë konstituimi i kuvendit, jam interesuar me u konstituu kuvendi edhe kësaj here, pra edhe me kryetare nën kryetar, nuk po dëshirojmë me unda nga, ose nuk dëshirojmë me unda nga opozita, por nuk është një situatë e mirë, ne do ta gjejmë një dalje nga kjo gjendje. Ju faleminderit media.